Marrëveshja surprizë dhe e papritur mes Amerikës dhe Tajwanin po çmend Kinën. Çfarë po ndodh? Tani po ja u tregoj. Jo sepse unë i di të gjitha, absolutisht jo, por para disa muajsh kam bërë një video ku u kam folur se çfarë ka Tajwani në dorë. Dhe disa nuk e kishin kuptuar. Bile pati disa reagime të disave që mendonin që jam me Kinën, apo jam me Tajwanin, apo me Rusin, apo ku ta di unë. Unë jam thjesht një hulumtues dhe ato çka studioj dhe ato çka lexoj i ndaj këtu, së bashku, në mënyrë që ta diskutojmë. Çfarë kisha thënë, ose më mirë, çfarë po ndodh tani? Amerika ka bërë një kontratë me Tajwanin, 250 miliard dollar. Përse? Pikërisht pra për mikrochipet, ose më mirë për mikroprocesorët. Sepse disa e kanë shkruar të mikrochipe, po unë do të them mikroprocesor, sepse janë të mbledhura të gjitha, përveç mikrochipeve, edhe mikroprocesorët, që janë ata kryesorët që përdoren për telefona, për kompjutera e tjerë. Por duhet të dini që pikërisht Tajwani prodhon rreth 90% në botë, mbulon gjithë botën. 90% të këtyre device-ve, ose si mund të quhen të këtyre mikroprocesorëve. Dhe në qoftë se mbani mend, e gjeni këtu atë videon, para disa javësh, mos themi para disa muajsh, kisha bërë një video ku thoshja që në qoftë se ndodh që Tajwani të ndalojë prodhimin e këtyre mikroprocesorëve, bota shkatërrohet brenda një jave. Çfarë po them? Brenda një dite. Po. Dhe do t'ju them se përse fola në këtë forum. Si gjithmonë, kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka brende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Përpara se të fillojmë darkën, të ham darkën sonte, sapo kemi ardhur nga puna, doja që të flisja për këtë lajm sepse doli sot dhe të gjitha gazetat, të gjitha mediat po flasin vetëm për këtë. Pra Donald Trump ka bërë një kontratë marramëndse. Njëkohësisht Donald Trump ka frenuar, le të themi, vizat e 75 shteteve dhe të gjithë thonë çfarë po ndodh. Kujtojnë se të gjitha këto janë të ndara. Unë them që janë një të vetme, sepse Donald Trump, për mendimin tim, është një gjeni. Ai atë që po e bën për vendin. Pra nuk i intereson shumë për karrierën e tij politike apo personale, por e bën për vendin, sepse do vendin dhe kërkon që ta bëj Amerikën prap ashtu siç ishte dhe ndoshta edhe më shumë. Tani çfarë po ndodh? Ai e di, pra Donald Trump, e di shumë mirë që Kina dhe Rusia po mundohen ose ka rënë dakord për të rimarr tokat e tyre. Dhe nga ana tjetër, Kina po mundohet që të rimarr Tajwanin. Për ata që nuk e din, Tajwani u shkëput, sepse ishin disa politikanë në kohën e komunizmit, ata nuk ishin dakord me disa kritere të politikës kineze dhe u shkëputën. Mirë po ishin shumë, nuk mund t'i vrisin dot të gjithë. Dhe çfarë bën? I vendosën në një, le të themi, republikë më vete, që u krijua në atë kohë Tajwani. Mirë po Tajwani bëri një zhvillim kolosal, sepse përdorën zgjuarsinë dhe ata u morën me teknologji, u morën me zhvillime të ndryshme. Bile nëse mbani mend atëherë thoshin made in Taiwan, sepse ishin gjëra që kushtonin pak. Pra ishin të parët ata, pastaj mori Kina dhe filloi që ti imitonte, por ishin të parët ata që prodhuan gjëra, me një fjalë, materiale me kosto të ulët. Dhe ata në vitet, në vitet 90 e ca, filluan që të prodhonin mikroprocesor. Mikroprocesorët që përdoreshin fillimisht për kompjutera. Pastaj, duke i reduktuar, filluan që të tjera kompani t'i kërkonin të bënin mikroprocesor edhe për telefonat. Mirë po telefonat i përdorin të gjithë. Në fakt, ky është portofoli digital që ne do të kemi në të ardhmen. Nuk do të ketë një kompjuter ashtu siç mendoni ju, por do të jetë çdo gjë e lidhur me telefonin dhe me inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale kërkon pikërisht pra të përdoren disa mikroprocesor ose mikrochipa që janë tepër kompleks. Dhe përveç se i prodhon Tajwani, por i prodhon edhe me çmime të ulta. Ndaj dhe Amerika mori Trumpi, gjeni, mori më të mëdhenjt e Amerikës, kompani të mëdha, dhe çfarë bëri? Bëri një kontratë me ta dhe njëkohësisht pastaj shkoi që të bëj kontratën me Tajwanin. Ndonse kontrata nuk është aprovuar ligjërisht, por kontrata është marrë parasysh dhe do bëhet.
nuk ka shans që mos të bëhet. Dhe çfarë ka në këtë kontratë? Ai i thot kompanisë, pra i thot kompanisë Taiwanit të prodhoj 250 miliard mikrochipa dhe mikroprocesor, sepse këta duen për gjithë botën, jo vetëm për Amerikën, por edhe për gjithë botën. Dhe duhet të dini që Kina është çmendur, sepse Kina po mundohet në të gjitha mënyrat që ta rimarr Taiwanin në forma të ndryshme, ndoshta edhe me luftë, nuk dihet kjo, por për momentin ata nuk mund të hapin dot, sepse tani ka ligje për shumë vende të botës, i hidhet gjithë bota sipër pastaj, por po thoshja, po mundohet nga të gjitha anët dhe me lëvizjet që po bën, qoftë me Groenlandian, qoftë me Taiwanin apo qoftë me vende të tjera Amerika, po bën gjën e parë, po i heq potencialin Kinës dhe njëkohësisht edhe Rusisë, sepse janë bashk, janë në rendin e ri botëror të ri, që sipas gjasave, si thot edhe Kina apo edhe Rusia, ne jemi kundra rendit të ri të vjetër, që është ai rendi i ri botëror që kemi folur për herë. Tani, përse bëhet kjo, sipas mendimit tuaj? Ju mendoni që bëhet për të marrë vetëm buxhetin financiar? Jo, bëhet pikërisht pra për ta si thuhet, për ta dobësuar Kinën, sepse duke patur një kontratë tani, Taiwani nuk mundet që të dali nga ajo kontratë, është e pamundur. Pra në qoftë se Taiwani sot ndalon të prodhoj mikroprocesor, sepse ne kemi mikroprocesor edhe mikrochipa për çdo device, në qoftë se ndalon sot, ndalon bota. Ndalon bota sepse nuk ka kohë. Nuk ka kohë që të riprodhoj, nuk ka kohë që të hapi fabrikat. Ato i ka aktuale, i ka Taiwani. Pra, në qoftë se kanë disa mikrochipa, mikroprocesor në për sirtare, do përdorin ato për disa muaj dhe pastaj nuk kanë më se çfarë të përdorin. Bota po flas. Kështu që janë të detyruar që të prodhoj mikroprocesor Taiwani që t'ja japi botës ato që bën çdo ditë. Dhe me inteligjencën artificiale që sapo doli tani, Taiwani është vendi i parë në botë, vendi i parë në botë që furnizon me mikroprocesor të gjitha këto pajisjet që përdor inteligjencë artificiale. Nuk e keni parasysh se çfarë potencë ka Taiwani, nuk e kanë iden shumë njerëz. Dhe ndaj po them që Taiwanin nuk e prek dot askush, as Kina askush, sepse Taiwani ka marrëdhënie me gjithë botën, është i detyruar. Kështu që për të gjitha këto arsye, ndaj Kina, tani që e kishte në dorë, si mund të quhet, sepse me kalimin e kohës po mundohesh që të merrte Taiwanin, tani Kina ta harroi Taiwanin dhe pikërisht për këtë është acarruar dhe kanë folur sot gazeta, revista, televizione, ku ta di unë, por nuk mund të bëjnë dot asgjë. Sepse pastaj, nëse do të ketë në një ngërdeshje, askujt nuk i leverdis, por gjithë bota shkatërrohet. Shkatërrohet brenda një dite. Kështu që askujt nuk i intereson të ketë reprezalje. Ishte më i zgjuar Trumpi, e bëri me njëherë kontratën, ndonse Kina bën kontrata nga ana tjetër në fusha të tjera, por nuk i arrin dot me këto që bën Taiwani, sepse Taiwani është shumë më lart tani. Megjithatë, unë do të dëshiroj një komentin tuaj nëse keni lexuar këtë lajm dhe çfarë mendimi keni ju në një të ardhme, nëse Taiwani luan një rol të rëndësishëm, siç ju thash, që ka pothuajse 90% të këtyre mikroprocesorëve që janë themelor për device-et, pra për telefonat, kompjuterat, por edhe për inteligjencë artificiale, se çfarë ndodh nëse frenohet, pra së prodhuari nga Taiwani. Pres komentet tuaja. Do të ishte mirë që një shqiptar ose në Shqipëri të prodhohesh pikërisht të prodhoheshin mikroprocesor dhe mikrochipa. Dhe e fundit fare, dhe do t'ju lë pastaj të ikin për darkë. Atëre, bëhet fjalë edhe për prodhim të mikrochipeve, sepse mikrochipat sa afërmi do vihen në qarkullim. Kështu që pres komentet tuaja, natën e mirë të dashur.